Salavat dhe përshëndetjet tona pejgamberit e fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij, sahabëve dhe gjithë atyre besimtarëve që pasojnë rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Po ashtu e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka bërë neve besimtar musliman, pjesëtar të ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nga i cili shpresojmë që ditën e gjykimit na zbardh fytyrat, na i bën të mundur të pim nga uji i Kautherit prej dorës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në haud. Duke lutur Allahun subhanahu wa taala që të na përforcon në këtë fe, na i përforcon këmbët në këtë fe, na i bashkon zemrat në sinqeritet, në fjalë të vërteta, në zbatimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu duke shpresuar se Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me tubimin ton dhe na përmend në tubime edhe më të mira se tubimi jon. Ne si besimtar, nga kushtet e imanit që i kemi 6, nuk do të konsideroheshim besimtar derisa nuk i besojmë të gjitha këtyre kushteve. Duke filluar prej besimit në Allahu subhanahu wa taala, në njohurinë e tij si krijues, në njohurinë e tij se i vetmi e meriton adhurimin dhe nuk ka dikush tjetër që meriton adhurim përpas tij, duke e njësuar atë në emrat e tij, në cilësitë e tij, po ashtu rrjedh edhe besimin në melek, besimin në librat hyjnore, qiellore të Allahut subhanahu wa taala, besimin në pejgamber, besimin në ditën e gjykimit, edhe besimin në kaderin, gjithë çka ngërthen kaderi me besue, qoftë ajo mirë apo keq, të gjitha janë prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe këto shenjat në këtë renditje, aq sa largohesh prej tjetrës, janë më të vështira në besim, se të gjitha prej të parës deri te e fundit janë gajb, janë gjëra të cilat nuk preken, po perceptohen, gjëra të cilat duhet besohen, edhe pse nuk i shohim. Duke nis prej besimit në Allahun, e deri te e fundit nuk i shohim, nuk i prekim, megjithatë besimin ne si besimtar e kemi, për shembull, siç ka ardhur në hadith për besimin në Allahun, në hadithin e Xhibrilit, ta adhurojmë Allahun si me pa, me adhuru Allahun si me pa, se s'ka mundësi në dunja me pa Allahun subhanahu wa taala. Po edhe pse ne nuk e shohim, ai na sheh neve. Edhe besimi, edhe pse nuk e shohim, besimi jon është me bindje të madhe se Allahu ekziston, edhe ai është Zoti jon, krijuesi jon, dhe na të adhurojmë si me pa. Edhe kështu të gjitha shenjat i besojmë me besim, me bindje, edhe nuk kemi asnjë farë dyshimi në këto kushtet e imanit. Se përndryshe gjërat që shihen, që preken, janë konkrete, është shumë lehtë mi besu. Është shumë lehtë mi besu, mirë po ato që nuk besohen, nëse i beson, atëherë quhesh besimtar. Kjo është besimi. Se gjërat tjera në shartet e Islamit janë gjithë praktik. Çat besimin, thon, e reflekton ti me veprat e tua. A nuk e shihni përpara, edhe jahudit në kohën e Musës, po edhe pastaj me forma të ndryshme në kohën më të re komunistat, kur kanë dashur të diskutojnë rreth këtyre sharteve të imanit për Allahun, kanë thënë ta shohim po t'i besojmë. Ose kanë thënë natyra është Zot, atë që e kanë pa. Edhe Musa alayhis salam i kanë thënë se na i tregon, na i bën të mundshëm ta shohim Allahun po t'i besojmë. Mirë, po është një gjë absurde që nuk mund të mrihet në dunja, gjë të cilën prej dëshirës së madhe Musa alayhis salam e ka kërkuar prej Allahu subhanahu wa taala, kur i ka ardhur shpallja, ka kërkuar prej Allahut ta sheh Allahun. Mirë, po Allah subhanahu wa taala i ka thënë se nuk ka mundësi të shihet. Po i ka thënë nëse shiko ka ajo kodra, nëse mund ta shohish, atëherë do të më shohish ti mua. Edhe Allah subhanahu wa taala me diçka shumë pak i paraqitet kodrës, dhe kodra e madhe shemet, gjithaj mali i madh është bërë rafsh. Edhe Musa alayhis salam kur e ka pa se kodra është shemë, është bërë rafsh, gjithaj kodra e madhe,
s'kan mund të mbaj, më thënë, kambët edhe karat fikt. Vetëm çka është shem një kodër, si ti don ta shohish Allahun subhanallahu. Nuk ki kapacitet, nuk ki atë mundësi. Një gjë që nuk arrihet në dunja. Mirë, po këtë gjë Allah subhanahu wa taala u ka bë të mundshme besimtarëve ta realizojnë ku në ahiret, në xhennet inshallah. Edhe është prej më të mirave, prej dhuntive më të mëdha në xhennet për besimtarët është shikimi ka Allahu subhanahu wa taala. Inshallah Allahu na bën të mundur. Pra këto gjëra siç tham janë gajb, janë gjëra të fshehta, edhe na prej sifateve të besimtarëve janë të besojmë gajbit. Apo siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an për cilësitë e besimtarëve në surën Al-Baqara në fillim, alladhina yu'minuna bil ghaibi, ata që i besojnë gajbit. E gajbit janë këto që i cekëm, domethënë prej besimit të Allahut në qada dhe qadar. Pastaj ka thënë yuqimuna salah, edhe e falin namazin. Domethënë tregon atë anën praktike. Për këtyre shenja, për këtyre kushteve, besimi në ditën e gjykimit, në ditën e fundit, në fundin e kësaj bote, kësaj dynjaje, e cila është gajb, është sekret, nuk e di askush përpas Allahu subhanahu wa taala. As pejgambert, as melekt, askush nuk e din. Kjo është një dituri të cilën Allahu subhanahu wa taala domthonë veç e kalon në diturinë e vet. Askush nga krijesat nuk e din, se kur ka mendodha e dit. Mirë po, këtë ditë, edhe pse përmendet shpesh përmendet domethënë për tekste, se do të vjen befas, mirë po megjithatë, Allahu subhanahu wa taala është i drejtë, edhe nuk bën shtrembërime, nuk bën padrejtësi. Ka dërgu pejgamber dhe na i ka tregu krejt shenjat në lidhje me këtë ditë. Shenja që afrohen deri te kjo dita e fundit. Që është ditë e madhe, dita e fundit, pra ditë e madhe. Edhe shumë informata ka në Kur'an edhe në hadith në lidhje me këtë ditë. Megjithatë, edhe pse do kureshtar e kanë kërkuar ta dinë kur do të ndodhe kjo ditë, megjithatë Allah subhanahu wa taala u refuzon këtë që ta dinë, edhe po ashtu edhe tregohet në Kur'an kur e kanë pyetur edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin, edhe po thojnë ata kur është ai premtimi, se Allah subhanahu wa taala ka premtuar se do të ndodhe ajo ditë, edhe premtimi i Allahut nuk ka gënjeshtra, nuk ka, domethënë, këtë është e vërtetë. Po çka është përgjigja? U yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin, kul innama al-ilmu 'inda Allahi, thuaj se kjo dituri për këtë ditë është e Allahut. Domethënë këtë dituri vetëm Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo ka mbet, domethënë në gajb, mirë po na do të ndalim atëherë te shenjat. Shenja ka shumë, duke filluar domethënë prej dërgesës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e deri te e fundit. Janë shumë, edhe ulemat i kanë nda këto shenja për t'i kuptuar dhe t'i marrë vesh më lehtë në besimtarët, edhe është mirë na si besimtar edhe mi ditë këto shenja, edhe të marrim mësime nga këto shenja, edhe me të vërtetë ka mësime dhe urtësi të mëdha. Siç e përmend domethënë dërgesën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në ndarjen e thjesht, këto shenja ndahen nëpër libra, kemi has të vogla edhe të mëdha. Mirë po, këto vetëm emërtim është të vogla, se shenjat e kiametit janë krejt të mëdha. Dërgesa e pejgamberit është e vogël, shenjë e vogël, jo. Është shenjë shumë e madhe dhe shumë e madhe. Ky pejgamber kur ka ardhur i fundit prej pejgamberëve, është shumë shenjë e madhe. Ose nëse mundemi ti quajmë shenjat e para të kiametit edhe të fundit. Ose shenjat e para, po pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka ka ndodhur? Deri te ato të mëdha janë të mesme, e pastaj të mëdhajat ndahen në të parat dhe në të fundit. Edhe një herë do ta përsëris. Pra shenjat e kiametit janë shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vet ka thënë buithtu ana wasaka hatain wa farraja bainahum. Do thonë unë edhe kiameti jemi dërguar afër kështu si këto gishtat, edhe i ka hap.
Je shumë afër. Mo pejgamberi fundit s'ka më pejgamber. Mas ti pejgamberi s'ka mbet prej kohës që ka kalu, edhe tash që kalon. Është shumë pak nga ajo në krahasim me atë që ka kalu. Edhe ky pejgamber shumë afër është dërguar me ditën e Kiametit. Edhe më thon prej dërgesës këtij, pasi ki potencon këtë në këtë hadith, shenja e Kiametit, erdhi ky pejgamber i fundit, jetoi, domethënë mas pejgamberisë së tij sa 23 vjet, vdes ky pejgamber dhe çka na ka mbet, më thon, hap pas hapit më derisa të afrohet dita e fundit edhe të ndodh kataklizma në këtë e kësaj dhunjaje. Domethënë, duke qenë gjallë, ka ndodhur edhe një shenjë. Përsëri po them, i kanë potencuesit e vogla, mirë, po ato janë të mëdha. Ato janë të mëdha, të gjitha janë të mëdha, po janë të parat, ato janë të mëdha. Keni dëgjuar të gjithë çarjen e Hanës. Këtë pejgamber që e ka dërguar Allahu subhanahu wa taala ka pas prova dhe sfida të mëdha në jetën e vet. Shumë besimtarë, më thonë, i kanë besuar. Ka ardhur, unë jam pejgamber, Allah më ka dërguar, do të thonë prej në fillim edhe i kanë besuar. Mirë, po ka pas të atill që duhet me ndodh diçka, me bë diçka të jashtëzakonshme, siç e quajmë mucizet, po ti beson. Disa edhe me këto mucizë si kanë besuar. Për atyre mucizëve që përmendet si shenja e Kiametit është çarja e Hanës. Iktarabati as-sa'atu wa inshaqa al-qamar. Kështu ka ardhur, më thonë edhe sura al-Qamar. U afrua ai momenti, u afrua ajo dita, u çahana, u çahana. U afrua dita e Kiametit, u çahana. Kjo ka ndodhur kur mushrikët e Mekës i kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse ti pretendon se je pejgamber, na trego diçka, na bën diçka të jashtëzakonshme që ne të besojmë ti. Edhe në atë moment ka mund shumë gjana me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, një trup qiellor ja ka bë me dorë dhe është çahana. Me dorë i ka bë kështu, ka isharet, edhe është çahana. Këtu vetëm të tregojmë një dallim se ky pejgamber, kjo që e ka bë është mucize. Mucize, më thënë mucize që i sfidon tjerë dhe s'mund ta bën dikush. Mirë, po disa me magjia bojnë gjëra të ndryshme, me magjia. Apo? Çka ka dallim atër magjia dhe mucizja? Se mucizja është kur ta sheh si e ki pa, ashtu ka ndodhur. Magjia e sheh, por nuk është ashtu. Ti e sheh ashtu, por nuk është ashtu. Por me dokumentu këtë, magjia ndodh për atë që ka shohin. Për atë dikush larg, s'mundën do të thonë ta shohin për atë që e kanë bën. Dikush larg nuk e sheh. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka marrë në atë çast hanën. Se hanën kush e sheh? Në çdo vend ku është natë. E tash, kur kanë ardhur një karavan, pas 3 ditëve kanë mri. Pas 3 ditëve kur kanë mri, në Mekë, thotë kemi pa një gjë shumë çuditshme. Çka? Thotë kemi pa atë hana është çka. Po të kishte qenë magji, kishte qenë veç për atë grup. Se s'mund magjin të ban për larg dikon. Edhe këtu e më thënë tregon se me të vërtetë ajo, më thënë mucize, po të kishte qenë magji, se kishin pa ata ashtu. Edhe sot më thënë astronomët tregojnë për atë vijën që ka mbet në çarrin e Hanës. Vëret ajo vija me ato teleskopat, nëse shikon, vija ku është çarri, më thënë Hana. Kjo është ajo shenja, edhe tham dërgesa e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pasi vdes pejgamberi mbaron kjo faza e shenjave të Kiametit të parat, edhe fillon do shenja tjera, pastaj të mesmet që janë shumë. Ato që në për libra të vogla, mirë po, kur ti lexosh, studion, e sheh se janë shenja shumë të mëdha, shenjë pas shenje që afrohet dita e Kiametit. Ato janë shumë, me numër të madh, për të cilat me të vërtetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i potencon si shenja të Kiametit, duke thënë hadithe, duke u shpreh se nuk do të ndodh Kiameti derisa të ndodh kështu, nuk do të ndodh Kiameti derisa të bën kështu. Domthonë në këtë stil i ka përmend këto shenja pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E pastaj këto shenjat e mëdha të fundit, ata ndahen në 2 pjesë. Masi të mbarojnë shenjat e mesme, me kur ta shklerojnë
ku ta çelojnë domethënë Konstantinopolisin besimtarët, ka me bërtit njani se ka dalë Dejjal. Që atëherë kur ta mbarojnë këto atë betejën, ka me bërtit dikush të ka dalë Dejjal. Dejjali ku ka qenë, kush është ki, çka është, më thonë dojna me biseduna sante se me të vërtet dalja e Dejjalit edhe çdo pejgamber ja ka tërheq vërejtjen popullit vet, ummetit vet prej Dejjal. E këto shenja, domethënë të fundit, janë me një renditje se do të del Mehdiu. Ka renditje ndryshme, po e kam zgjedhur këtë renditje. Dalja e Mehdiut, pastaj domethënë Dejjali për një kohë aty, domethënë takohen. Pastaj zbret Isa a.s. prej qiellit, se Isa a.s. është në qiell. Jo siç mendojnë, më thonë, mos bie dikush në fitën e filmave. Filmat i kanë bërë krishterët ose ti tha me bestëtninë e tyre. Mendojnë se është gozhduar. Allah subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu bal shubbiha lahu." As nuk e kanë mbyt, as nuk e kanë gozhduar, po ju ka përngjatë atyre. Pastaj në ajet tjetër thot berrefa Allah i lej, Allah e kanë ngrit ai. Atyre ju ka përngja, e kanë marrë një tjetër. Edhe Allah subhanahu wa taala ashtu thon të gjallë e kanë ngrit në qiell, edhe ai deri, do thon prej atëherë e deri në këtë kohë, do që do të zbret në qiell do të jetë, edhe do të zbret prej qiellit. Këtu do ashta ta shfrytëzoj rastin një demantim. Shpesh herë dëgjojmë se në për gojet e ndryshme njerëzve se ka qenë një tradhtare ka tradhtu Isën. A keni dëgjuar kështu? Ja ka tradhtu dikush Isën. Kjo nuk ndeshet me tekstet e Kur'anit, hadithit, se ata që i kanë shoqëruar Isën a.s. kanë qenë kush? Havarionët. Allah subhanahu wa taala në Kur'an i lavdëron havarionët. Se si sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ana ka hije në të flasim keq për sahabët. E njëjta vlen për havarionët e Isës. Kanë qenë besnik. Po njerëzit ndryshe kanë kuptuar rastin me Isën a.s. Se ai që, do thon, që ka qenë në havarion, ka qenë besnik i Isës, edhe thuhet se, do thon, ka thënë kush do të sakrifikon për mua Isa a.s. Që del dikush të thotë se është Isa. Ky njeri ka dalë me sakrifiku për Isën. Së është prej shokëve të Isaut a.s. Edhe ka dalë dhe e kanë marrë atë e kanë gozhdu. Ndërsa Isa, është kjo, do të thonë, i ka përngja atyre, Isa është ngrit në qiell. Pastaj do të ndodhin 3 herë, do të thonë, që do të zihet hana. Al-khusufat thalat. Pastaj do të ketë një tym që do të del. Një tym është që për shenjave të kiametit. Pastaj do të lind dielli nga perëndimi. Shikoni këto shenja janë shenja të mëdha. Të lind dielli nga perëndimi. Siç keni dëgjuar se dielli çdo ditë shkon para Allahut, bën sejdë, edhe kërkon leje prej Allahut për të lind. Çdo herë. Këto janë pak lajme që është zakonshme. Mirë po, si që thamë, se kështu është besimi. Se të leta shumë kollaj është mi besu. Po kësi lajme, më thanë që pak mendje dhe stamer, me gjithat, ndodhin në natyrë. Po na nuk mund të dim se si ndodhin. Deri në kur bën dielli kështu, kërkon leje prej Allahut subhanahu wa taala. Deri kur? Deri ditën e kiametit. Atëherë Allah subhanahu wa taala thotë jo me lind ka lindja, ka perëndimi. Edhe mo që atëherë kur ndodh kjo, atëherë mo edhe me besu dikush nuk i bën dobi. E pastaj çka ndodh? Del një kafsh prej toke, edhe i tregon kush është besimtar, kush nuk është besimtar. S'ka më me besu. Atëherë mo që e kafsha, del kafsh prej toke, dabetul ardh është përmend në Kur'an, edhe thot
Krejt të tregon kush është besimtar, kush nuk është besimtar, edhe e nënta prej këtij grupi të shenjave të kiametit është ka më dalë një zjarr, edhe kam i mbledh njerëzit, kam i tubu krejt, domethënë. Prej lindjes i çon ka perëndimi. Prej këtyre shenjave na e cekëm Dejjallin. Prej këtyre shenjave e cekëm Dejjallin. Se pas këtyre shenjave çka ndodh? Pas këtyre shenjave ndodh më shkatrimi. Kur të mbarojnë që këto shenja që i përmendëm, atëherë çka? Ndodhin ato shenja që shkatrohet qielli, toka, detrat ndizen, apo? Për të ujit, për të ndes duhet një temperaturë shumë e madhe, apo? Jo që ndizen, se në disa ajete thot sugjiret, kanë mundis. Disa ajete thot fugjiret, eksplodojnë. Sepse kanë shumë domethënë elemente eksploduese detrat në përbërjen e tyre. Edhe kështu domethënë shkatrohet këtë, edhe dalin njerëzit në mahsher, pastaj më fillon një fletë e re e jetës. Prej varezave dalin njerëzit edhe dalin në mahsher. Na të ndalemi tash pak te Dejjalli. Edhe Dejjallin na e kemi veçuar me përmendje sot, jo që ne e kemi veçuar, po e ka veçuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse se sprova e Dejjallit është më e madhja, siç e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më e madhja që nuk ka pa kurkush, në deri ditë kiametit as ka më pas, se sprova e Dejjallit. Pse është ashtu, do ta shohim nëpërmjet dersit që kemi përgatitur. Edhe çfarë mësime mund të marrim, nëse mund të thotë dikush, a e mrim na as e mrim? Jo, pa marrë parasysh a e mrim ti dalin e Dejjallit apo jo, duhet me konsiderue se sikur se ka ardhur, sikur se nesër do të vjen ose pas një çasti, duhet me qenë ti i përgatitur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma bejne khalqi Adem ila qiyam as-sa'a khalqun akbar min ad-Dajjal. Prej krijimit të Ademit, deri në ditën e kiametit, nuk ka domethënë sprov, nuk ka diçka të një krijesë që ka më dalë me sprovu njerëzit më shumë se sa Dejjalli. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot. Po ashtu edhe në hadithe tjera, në shumë domethënë që tregon edhe Nuhi alayhis salam, umetin e vet, para në Nuhi kur ka qenë. Atëherë ja ka tërheq vërejtën prej Dejjallit. E kështu me radhë çdo pejgamber ja ka tërheq vërejtën umetit vet prej Dejjallit. Çfarë do të thonë që duhet me pas kujdes prej fitneve të atij edhe sprova prej Dejjallit. Edhe pse në hadithe tjera thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se s'ka më ndodh dita e kiametit pa dal 30 Dejjalla. Derisa dal ai i fundit. E tash atë fundit ne e mësojmë për mi ditë edhe këto. Se Dejjalli çka është? Nuk është kurrë tjetër përposë një mashtrues, veç jo si mashtrues e thjesht, po mashtrues që s'ka pas domethënë përpara si ai. Krejt që ka i shohmin qëto që dalin në TV edhe bëjnë magjia, si çifti i David Copperfieldit e tjerë kështu, domethënë, Allah i shkatroft, të gjithë janë në grupin e Dejjallave. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se të gjithë prej këtyre pretendojnë se janë pejgamber. Kjo do të thonë më e keqja. Bëjnë çmos, bëjnë magjia, në një kohësisht thonë se janë pejgamber. Si në kohën e pejgamberit kush ka dalë? Musailem el-Kadhabi. Ka thonë pejgamber janë. Ka filluar me bë do 15 sure janë. Do thonë do far tekste ka thur vet. Kishte pjesëbritët si Kur'ani diçka. Mirë po ata e kanë bërë luftë e madhe është bërë edhe e kanë mbyt. E kanë mbyt kush? Vahshiu i cili ka thonë, unë thotë mbyta njerin më të mirë edhe njerin më të keq. Sa në Uhud e ka mbyt Hamzën, apo. Pastaj e ka pranuar Islamin edhe ka marrë pjesë në luftën kundër Musailemës edhe e ka mbyt Musailemin. Radiallahu anhu. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith, ma buitha nabiyyun illa anzara ummatahu al-awwal al-kadhab. Ska pejgamber mos ta kish
mos ja kishte tërheq vërejtjen popullit vet prej këtij prej këtij të verbërit gënjeshtar. E ka qëllim të gjallin. Ela innehu awar wa inna rabbakum laysa bi awar. Dijeni se thot kjo është i verbër, domethënë jo i verbër, po s'ka awar, domethënë s'ka sy, një sy se ka, në fshime ka. Apo? E Zoti juaj nuk është ashtu. Prej emrave të Allahut, në emër çka është? El Basir. Ha? Sheh. Nuk është Zoti jon, nuk është që nuk sheh. E kjo domethënë e ka të fshim, atë vendin ku është sinë e ka të fshim. Thot wa inna bayna aynayhi maktubun kafir. Thot edhe në mesin, domethënë e syve të tij, në ball, i shkruan kafir. Këto janë do shenja të cilat do të flasim në pak më detaje në të ardhmen. Edhe siç tham, domethënë edhe Nuhi e paska përmend Dejjalin të popullit vet, na vet duhet me nënkuptue se me Dejjalin nuk është puna e lehtë. Po duhet me qenë shumë i përgatitur se çfarë si fitne, sikur se me dal Dejjalli kemi edhe sot, po ato më të mëdha janë me Dejjallin më të madh. Pse është quajtur Dejjall? Kjo do me thonë pse është quajtur, mund ta ketë edhe emrin e vet, vërtet mirë, po është quajtur me këtë emrin Dejjall. Edhe përmendet Mesih Dejjall, po të njëjtin emër e gjejmë te Isa, Mesih Isa. Çka është njëra, çka është tjetra. Fjala mes në gjuhën arabe do të thonë fshirje. Mirë, po kur themi Mesih Dejjall, e ka për qëllim dy gjëra. Mesih me kuptim i fshim. Do të thonë të fshim e ka syrin. Ai vendi ku është syri e ka të fshim. Përmenden disa hadithe se është syri i djathtë, i fshim apo i majti, më e vërtetë është se i djathti. Shikoj çfarë informata kanë hadithe. Na ta dimë edhe cilin sy e ka të fshim. Mirë, po kur themi Mesih Isa ibn Maryam, Mesihu Isa i biri Maryamës, çfarë është ki? Çfarë fshirje ka të bëj? Ki fshin Isau i biri Maryamës do ta fshin të pavërtetën, apo që e kanë shpik kundër atij, apo edhe do ta bën të vërtetën. Në kur vjen ai, do ta thën kriçin, do ta mbyt derin, do ta vënon xhizjen. Kretë vërteta të bën edhe pa vërteta do t'i anulon. Për çfarë i thonë Mesih? Në këtë do t'i fshin ato gjanat e kota, pa vërtetë. Mesih Dejjall, siç tham, domethënë ka edhe syrin të fshim, mirë, po edhe këtë do ta fshin hakun. Siç do të vërejmë disa hadithe. Ka me fshi hakun, edhe thonë Allah subhanahu wa taala që ka dhënë atë mundësi që do të bën vetëm sa pas sprov ose testohen besimtarët, edhe është prej sprovave më të mëdha që do të sprovohen besimtarët me Dejjall. Edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka përmendën, disa e kanë përngjah, domethënë me çka i kanë pa atëherë, mirë, po nuk do me thonë se ata kanë qenë, po janë vetëm përngjarje. Përmendet diçka para se del ki Dejjalli. Është një kohë edhe është krizë shumë e madhe para se del Dejjalli. Çka ka menduar atëherë? Një 3 vjet, siç përmendet në hadith, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në 3 vjet e para se me dal Dejjalli, janë shumë të vështira. Shumë të vështira. Thot yusibu nas fiha ju'un shadid. E para do të thonë kanë mu sprovu me uri të madhe. Shumë kanë pas uri. 3 vjet, do të thonë me uri, me të vërtetë, 3 ditë me uri është shumë, 3 vjet me të vërtetë kohë, periudhë shumë e gjatë. Thot ya'murullahu sama'a fi sanati al-ula an tahbasa thuluth matariha. Në vitin e parë, 1/3 e shiut Allahu ka me urdhnu qiellin. Apo mos më lëshue 1/3 e shiut. Sa është dashur me rashi prej asoj sasie 1/3 e shiut. Thot wa ya'muru al-ardha an tahbisa thuluth nabatiha. Ajo që jep bereqet toka, 1/3 ta ndal, mos ta jep. Në kretë më thonë do të ndalë. Këto janë më thonë vitet para se me dal Dejjall.
Thot thumma ya'muru as-samaa fi sanati thaniya fatahbus thuluthai mathariha. Pastaj vitin e dytë prej shiut 2/3. E kështu e njëjta gjë edhe me tokën. Bereqeti zvoglohet për 2/3 më pak. Pastaj thot në vitin e tretë krejt shiu ndalet. Duhet të kaloj një vit para shi. Edhe shi, do të thënë, as një pikë do të thënë nuk bë. Edhe një pikë do të s'ka më ranë tokë shi. Edhe tokës e urdhon tokën edhe nuk qet më kur gjë bereqet. Dhe parashim një pyetje, çka do të bëjnë të pasurit me parët e veta në këtë rast? Ku do të shohësh parët? Apo? Shikoni, jo, tash unë do t'ju tregoj një informacion na zbut pak atë brengën tonë. Pra kur gjao gjel brim çka ka nxjerr toka më nuk qet. Krejt do të thonë bën shkretin. Nuk jet kur gjao do të thonë ushqim. Krejt çka trohen. Përpos çka Allahu ka më lënë, përpos çka do të lënë Allahu Azza wa Jall. Atëherë me njëherë njerëzit habitën me këtë situatë, edhe i thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me çka kanë me jetu njerëzit? E din se do të thonë njeriu nëse nuk ha një muj, ndoshta edhe Allah alem. Edhe sigurisht kjo informacion i intereson krejtve, çka do të jetojnë njerëzit. Parët nuk lujnë kur një farë rolin në qatë kohë. Komi disa pare mi pas. Pse? Atër thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ushqimi njerëzve atëherë do të jetë tehlil. Tehlil me thonë la ilaha illallah. Tekbiri me thonë Allahu akbar. Tahmid me thonë alhamdulillah. Edhe thot krejt që këto përmendjet është sikur me hangër ushqim. Kur ti thojnë këto do të ngopen. Më thonë, kjo do të jetë, edhe alhamdulillah ja besimtarët dhe më thonë e kanë një farë informate që min ndodh kjo, shikoni dhe më thonë çfarë ushqimi. Kjo para se me dalë dhe gjallë. Neve tash, çdo herë na shkon mendja se nuk do të atakojmë atë dëgjallë. Do shta të del me një kohë që s'do të jemi. Megjithatë, ne i mësojmë kush është ky dëgjall, çfarë fitnë bën. Çka ka informata rreth këtij personi që ka çdo më thon fitja e këtina, sprova e këtij është tregu se për sprova më të mëdha, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe duam ta dim disa shenjat këtij. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që është në Sunan e Davud nga Imran ibn Husain se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush ndëgjon për dëxhallin le të largohet. Shiko, fitja e tij, sprova e tij sistem është shumë e madhe, mos të rrehe gjoks dikush vetë se unë shkoj para ti edhe mirë në vesh. Jo. Sa të mund të ketë mundësinë të largohet. Thot fa wallahi inna rajul la yatihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu. Thot është betu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka me mendu dikush se është besimtar, mirë, por kur shkoj aty ka me ranë provën aty. Ka me pasuat. Thot mimma yabathu bihi ash-shubuhat. Çaq dyshime shkashti i habit njerëzit. Do të thonë shumë aq, do të thonë sprova, aq shubhat, aq do të thonë dyshime, askush do të thonë mos tregohet se valla mund t'ja çese me dëxhallin. Në sprova më të mëdha çka do të bëjë besimtari? Me nejt me xhamatin. Si individ shkrinhet krejt. Bjen. Jo ndoshta sigurisht situata, jo me dëxhall, edhe më pak dikush që i përngjet dëxhallit bjen do sprova. Sa herë na thojmë mashtroj ke. Thjesht, njerëzit thjesht. Po me ardh dëxhalli që ka vepra të jashtëzakonshme, bjen krejt. Po ashtu, disa cilësi që na i ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është thot rajulun jasim, është me trup i gjan,
edhe është i kuq, edhe flokët që ka përdrethta, pa krejme. Dhe të awar el ajn, në syrin e atë vendin ku është syri, e ka, mirë pas ka sy. Në si që thamë, me si të fshime ka atë vendin. Edhe e ka, dhe me thonë, si të ngritur pak, në atë gropën e syrit, si të ngritur. Edhe si që thash, dhe me thonë, e kanë përgja me një farë Ibn Qattan, për fisit Huza. Ai pas ka përgja pak, kështu, me thonë këti Dejjal, në atë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në hadith tjetër thot Dejjalli është rajulun qasir, do thoni i shkurt. Kështu i shkurt edhe i gjan. Po ashtu ato cilësi që i përmendëm edhe më parë se flokët e shka përdreth i ka, do thon pa krehura. Është, do thon syrin që thamë ka pak nalt, i ka vendin mirë po si çumat lëkurën, as ka sy. E thot nëse ju e, do të thonë ju nuk mund që ta rini ta diktoni më mirë, dini se Zoti juaj nuk është, do të thonë i verbër, nuk është pasi, nuk është, do të thonë që nuk sheh. Pse ka përmend Allah, nëse parashtrojmë pyetje, pse Allah e krahason me Zotin tonë, Dejjallin? A dini pse? Se Dejjalli i thot vetes se ai është Zot. E njerëzit para mendon, kanë me ra të kinë sprovën e këtij, ku që thoje se Zot jam, kanë me besu se Zot është. E i thot, dijeni se ai, do thonë kur gjen Dejjalli, nisi se ka, Zoti ju nuk është kështu. Çdo herë në hadith e ka përmend këtë vërejtje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj thot tjetra se besimtarët e mësojmë në tauhid, në akide. Çka mësojmë? Se Allahu në dënja nuk shihet. Zoti nuk shihet në dënja. Apo? Faktikisht atë peshohemi që ka pi thot vetë Zot. Faktikisht do të thonë çka? Nuk është Zot. Pse i mësojmë këto gjëra? Don sipas besimit ne që mësojmë, shiko ai që i mëson këto, më një herë e merr vesh se ai është një far mashtrues. Pastaj po ashtu përmendet, më thonë se ki Dejjalli është edhe formën e ka, dhe me thonë, jo të heshme, të shumtume. Kamti ka të shtremta, edhe e ka të gërbën, pak i lakum. Të gjitha, dhe me thonë, këto cilësit këqia, edhe i shumtum, me gjithat i mashtron njerëzit, thotë unë jam Zot. Naudhu billah, Allahu na ruajt nga sprovat e Dejjallit. Thamë se në mes syre të ati shkruan kafir. Edhe kjo shenja është një shenjë e madhe për me diktu Dejjallin. Edhe shkruan në gjuhën arabe. K-F-R. Lezohet kefera ose kafir. Edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka me mujt me lezu çdo besimtar. A di me lezu, as di me lezu. Ka me kuptu atë shenjë. Si e shpjegojmë në tash? Si e shpjegojmë këtë? Se mund, vetëm besimtar ta din. Mund të jetë arabe edhe se merr vesh. Për shembull, unë me bëj një shenjë këtu, trumbullakt. Edhe bëj një shenjë kështu edhe e ndaj. Çfarë shenjë është? Ha? Jo. Ha? Pika e din Mercedes. Kush e ka prodhuar Mercedesin? Ha? Kush e ka prodhu? Po si e dit? Pre ka e di? E din se e ki mësu mo, e di, Mercedes, që kjo shenja është e Mercedesit. Me marrë një Gjerman, kush prodhu e Mercedesi. S'ka pa kur Mercedes. Hiq, kur, asë njëherë njëtën e vetë. E di thëmë, shkam kjo se merve, se di. Edhe merë shenjë sa të dush, kështu. Ati, edhe pse nuk është prodhu në të ne Mercedesi. E dim o Mercedesin, ku që kështë në botë e dim. Mirë, s'do me thonë, edhe Arab, ka që nuk janë besimtar, Arab e din arabishtën, lexojnë arabisht, Dejjallin s'kanë me kuptu me këtë shenjë. Kanë me ranë, a besimtari që e mëson, në këtë mënyrë për shembull, e merr vesh ma, sa dojnë e del Dejjalli, më njëre merr vesh kush është. Ato kanë me qenë kureshtarë, shkojnë të Dejjallit, ta ndëgjojnë, ta shohin se çka bën,
besimtari e di se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë mu largu pi atij, mos trinte ai. Edhe këtu marrim mësim vëllezër. Se edhe ai që këto sirbasat, këto magjistart kur dalin në televizor e kur dalin dikun ku mbajnë në për salla të ndryshme. Çka bojnë shumë prej tonëve, marrin bileta dhe shkojnë me pat. Po mjafton te imani, mjafton pak me thon ai si e bani. Edhe me radhë me thon nën gradskat ati. Ka shumë, ai David Copperfieldi, ku i di, ai kështu ai hum më shpejt që ma ka dal. I bojnë ato trikat. Kush? Besimtar, ai është besimtar, beson Allahut, e do pejgamberin e do. Megjithatë, kur eshtar don shkon ta shofe ndani sirbas. Po marr Dexhalli që është krijatari i këtive, mas shumë bën. Çka bojnë ata? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka përmend se në fitnet e Dexhallit kanë mëra kush më shumë? Grat. Ka thonë el Arab janë beduinët, po e ka qëllimin malsort. E ka qëllimin të ata që janë jashtë civilizimit, larg. Se në qytet për shembull, ja përmbahet këtu konkretisht në Gostivar ders për Dexhallin. Në sa fshatra është mbajt për Dexhallin ders rreth Gostivarit. Po në malsi, hiç më hiç. E do të thonë, sa më shumë largohen civilizimit qytetit, më pak i dim të informata, edhe më shpejt vinë. Po gratë në qytet i kemi, pse vinë? Se gratë non stop janë në për seriale. Edhe shumë pak marrim mësime nga feja. Shumica e grave. E kam e pas rast në disa burra kanë me shku mi lidh gratë duke u frikuar se kanë me shku mas Dexhallit. Edhe kjo na jep neve një mësim, se nuk është puna vetëm ta thojmë dersin kështu, po çfarë mësime marrim pikë kësaj. Kjo është, do të thonë, më njëherë na mësim se duhet më kujdes për gratë tona, ku i lajm. Na i kemi lënë kanë Dexhall te shtëpia edhe ku e kam qëllimin? Kanë televizor aty edhe ka kush më dhon ders. Na të bomi mësojna, mjafton, jo nuk mjafton. Se Allah subhanahu wa taala ka thonë besimtarët, ja alladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju të cilët keni besu, ruajeni veten e ju edhe familjen e ju prej zjarrit. E nuk ruhet kështu në familja, do të thonë, kujdesu edhe për vete edhe për familjen tënde. E tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në përgjithësi ka përmend gratë binë edhe kanë me shkuë, merre me mend me thonë në atë kohë kur do të del Dexhalli, njerëzit e mirë të dhëzum prej frigës se mos pi shkojnë gratë mas Dexhallit kanë mi lidh në përshpia gratë. Pse se shumë let binë në fitnën e Dexhallit. Po ashtu një cilësi tjetër për Dexhallin është se nuk ka pasardhës. Dexhalli nuk ka pasardhës. Pa Allah subhanahu wa taala në këtë aspekt e ka dënu këtë person pra e kalon pa pasardhës. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam aqimun la yulad lahu. Është nuk dalin më do të thonë prej këtij pasardhës. Ashtu do të thonë, edhe cilët krijesa i kalon pa pasardhës Allah, ata që shndrohen prej njerëzve në majmuna e dera, këta nuk kanë pasardhës. Do të thonë edhe Dexhalli edhe këto s'kan pasardhës. Thamë se Dexhalli kam i thonë vetës Zot, krijues, krejt, më bashkë në me thonë ati, kam i thonë njerëzve gjithë se ai është krijuesi, ai është Zoti, ata du të adhurojnë, edhe kam e bo shumë të gjana për mi bin njerëz se ai është Zot. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Apo? Dini se askush do të thonë nuk do ta shet do të thonë Zotin e tij derisa të vdes. Nuk ta shet Zotin e tij derisa të vdes. Do të mos të vdesë, inshallah Allah na ban të mundshme me hin xhennet, e atëherë me pa
me pa Zotin. Kjo në format kallëzon se nesër me dal dikush me thënë se jam Zot, automatikisht mos i besati. Edhe cilësitë tjera domethënë që i përmendëm, mjafton për besimtarin me ditë se çka është domethënë Zoti, çka është Dejjalli. Disa prej mashtrimeve që i bën Dejjalli, siç janë përmendur në hadith, se ka më ardhur dhe ka më pas në dorën e tij edhe ujë edhe zjarr. Edhe kam i sprovu njerëzit. Mirë, po çka e thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Edhe kjo informatë shumë rëndësi. Thot, ajo çka është ujë, dijeni se është zjarr. Se ki mashtrues. Apo i kallzon të kundërtat. Ajo çka është zjarr, dijeni se është ujë. Edhe ajo çka është zjarr, lirisht mund ta ulni kokën, edhe kur ta ulni kokën mundni me pi ujë aty. Po ashtu në disa hadithe përmendet se ka me terme tjetër, thot, ka xhennet edhe xhehenem. Ka xhennet edhe xhehenem. Po është e kundërta, jo si i paraqetaj, është e kundërta. Përmendet në Sahih Muslim, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jannatu nar wa naruhu janna wa jannatu nar. Në kënë Sahih Muslim, hadithet më thonë që i cekmi janë krejt të vërteta, se hadithet që kanë ardhur për shenjat e kiametit ka shumë që i kanë shpik. Mirë, po këtu më thonë janë hadithet të zgjedhura të vërteta që janë përmbledhje të vërteta të Buhariut dhe Muslimit. Po ashtu Dejjalli nuk mjaftohet veç po me ndihmë edhe prej shejtanëve. Kur don diçka me realizu, me ndihmë edhe prej shejtanëve. Tregon një rast, do thonë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur vjen, do thonë Dejjalli me bën një sprovë të madhe, se s'mund me hije për shenjave domethënë që duan të dini se s'mundën me hije në Mekë edhe në Medinë. Pra kur dalë Dejjalli ka me hec, ka me lënë vend tokë pa shkuar. Për shenjat e tij domethënë se shpejt i kalon. Mirë po, në Mekë në Medinë s'mundet me hije. Edhe siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ai ka më tentu me hije, mirë po kur doje me hije, në përshtat dyrt e saj në Medinë ka me pas melek me shpata të nxjerrta, jo në kollofe, me shpata të nxjerrta dhe selan me hije. Se Medinja, çka do të ndodh Medinës në atë kohë? S'ka me mujt me nejt asnjë munafik mrena, edhe munafik. Këtë ka mu pastru. E kur dohet hije Dejjalli, s'ka me mujt me hije. Këtë e rrethekuar me melek, me shpata në dorë, kanë më ndalue hirën e tij. E tash, në tentimin duke hi në Medinë, do të ketë një sprovë aty që do të vjen dikush edhe do të kërkon prej Dejjallit, thot, nëse thot unë ti ringjalli prindërit, a do të më besojsh mu? A thot, nëse e bën këtë besoj. Nëse e bën këtë besoj. Edhe kam i thirr dy shejtana, kanë më bë si prind të atij. Bash forma e prindve të atij. Shikoni çfarë sprova, nuk janë pak këta. Ku mundet me thonë bash prind të atij filanit, kjo hepten, më thonë, dihm prej shejtaneve, Allah alem, çfarë shejtane, çfarë kohë, që ja din prind të atina, e të bonë si forma ati, prind të ati. Po ashtu, do me thonë, prej fitneve, prej sprovave të Dejjallit, që duhet të dim, se ai, shiko çfarë mundësi, vetëm këtia Allah subhanahu wa taala ja kalon. Edhe si tham, vetëm se mu testue njerëzit. Kam i thonë qiellit, ne të bjen shi kamera shi. Në hadithin që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot fejeti alal qaumi fe yad'uhum fe yu'minuna bihi. Të disa kur sa kam ardhen, kam i thirr, kanë mi besu. Hiç pa asgjë domun. Thot vestajibuna lahum fe ya'muru samat fa tamtir. Ato kanë mi përgjigj atij, thirrës atij, edhe kam i thonë qiellit, ne të bjen shi kamera shi. Thot, wal ardu tanbut, edhe, më thonë, tokës kam i thonë që nxjerr prej gjelbrim, kam e nxjerr gjelb, kam e dalë, më thonë, prej tokës, bim të ndryshme.
Edhe krejt kanë milshu dhënt me hangër në atë gjelbrimin. Edhe kanë me pas qumësht mjaft. Shiko dikush kur ti ndodhe kjo ai më njëherë kam i besu atij. Dëni çorbane dëni. Këto lidhet domethënë me ato çoban që janë larg, që janë shumë afër informatave të fesë. Ai si ti ndodhe kjo më njëherë i beson te ti Zoti. Edhe këto po ashtu do t'i kërkon dalin krejt pasurit. Edhe kanë me dalë pasuria toka që ka pasuri këtë kam i nxjerr. Edhe do të shkojnë sikur bletat kur shkojnë domethënë grumbull, çashtu kanë me shku. Me të vërtet sprova shumë të mëdha. Allahu na rujt për kësaj farë sprova. Po ashtu domethënë atë që përmendëm edhe më parë se me atë djalin, domethënë që ja ringjall prindrit, do ta pret për gjysmë, edhe do të kalon mes atij. Edhe këto sprova domethënë ju përngjajnë magjijave që pishohmi dikon me disa magjistar. I presin, kalojnë mes tyre ose rinë qell pezull. Shikoni, po kësi të tilla do t'i ban dëxhalli Allahu na ruaj. Për cilit vend do të del dëxhalli? Para se me tregu këtë hadith, është një hadith nga Tamim ad-Dari. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e prej Fatime ibn Qais, bint Qais, e përmend thot kjo Fatime bint Qais, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thirr sahabët, edhe kanë thirr namazi me xhamat, edhe janë tubu sahabët. E thot unë shkova dhe rreshtova te gratë, dola përpara atij, ku ishte grupi grave. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha se cilin ta zën vendin e vet ku falet, edhe qesht. Tash këtë hadith më thonë kjo pe tregon çka kanë dëgju. Kjo Fatime bint Qais. Edhe i ka thonë sahabëve, a e dini pse ju kam thirr këto, ju kam të bu këto? Thot Allahu edhe pejgamberi e di më mirë. Thot jam gëzuar me diçka se ka ardhur Tamim Dari, më ka treguar një lajm për të cilën shumë më përpara ju kam treguar juve. Konkretisht flitet për dëxhallin. Tamim Dari ka qenë krishter. E ka pranuar fenë islame, edhe kur kanë dëgjuar, domethënë, për pejgamberin se fol për dëxhallin, thotë ka dalë, unë të kallzoj diçka për dëxhallin. Çam ka ndodhur gjatë jetës time. Çka ka ndodhur tina, thotë, natën kur kemi udhëtuar me anije, edhe në deti, në oqean, kanë dalë edhe valët mëdhaja të detit, e kanë çuar me një ishull ka perëndimi, ka ana perëndimit. Larg, shumë larg. As vetë se kanë ditë ku janë. Shkuam thot me një vend, i morëm anijet e vogla, edhe që kanë ato anijet e mëdha kanë anësh, anijet vogla. Edhe ju afrum ishullit. Kur hinëm në ishull aty, e pam thot një gjallës krejt me lesh. Nuk e dish mi ka është prej Turinin ka bishtin. Krejt e mlume me lesh. Shka jeti? Thot unë jam gjasas. Thot çka do të thonë kjo gjasas? Thot, lejnë e këtë punën teme, po shkoni, thot, të një që është të një manastir ati. Të një farë manastir, dhe me thonë, të një faltore, një tempull. Kur shkum, thot, ati, e pa, më thot, një krijes shumë e madhe. Duke shumë e madhe. S'kemi pa ashtu. E lidh me pranga, me zinxhira, krejt. Edhe habitën, çka jeti kështu, çka është puna jote kështu, pse ti kështu i lidh aty? Thot, ju kush jeni? Thot, na jemi arab. Deti që shtu na ka pru këtu, as kemi pas menën me artu, po, deti na ka sjell këtu, ato dallgat e detit. E thot, prej nga po vini, nga dishull arabik, ato Shami, atje ku është, ajo Medinja. Edhe kia nismi parashtru do pyetje, ki dëxhalli. Këto s'kan ditë, nuk kanë ditë çfarë është dëxhalli. Mirë, po ja, çfarë Tamim Dari është gjetë aty në atë vend. Edhe pas kësaj ndodhie i kallzon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E thot i ka vet dëxhalli, thot më kallzoni për pallmat e Bejsanit. Bejsan është një vend dikun ka dishull arabik atje me Shamin aty dikun.
Edhe unë se di bash saksisht ku, vetëm Dexhalli ku është, me një vend me një ishull, edhe këto se din ku janë, vetë për Dexhalli, po vetë për pallmat e Bejsanit. Thot, çka të intereson rreth kësaj aty, për këto pallmat? Thot, a janë të dhënë frite? Thot, po, japin frite. Edhe pak edhe s'kan me dhënë thot frite. Edhe pak edhe s'kan me dhënë frite. Pastaj thot, më tregoni për detin Taberie. Thot, çka të intereson rreth detit Taberie? Këta i thojnë, a ka ujë? Thot, ka plot ujë i musht është. Edhe pak edhe s'ka me pas. Çka ka menduar ti? Ha? Ajo. Do të kanë me shenja tjetër, Jejuj me Juji, do të thonë i fshin ato se janë shumë, pin njëri pi tjetrin. Mirë, po Dexhalli po fol. Dexhalli pi ka zënë këto informat. Pastaj thot, i pyet për një burim. Burim Zugar, ai burimi do thonë emrin Zugar, thot, a ka uja qëtë uja i burimi? Po, thot, ka uja. I ujitin me ujna ati burimit, a ujitin arat? Thot, po. Edhe pak, thot, edhe ka mushterët. Këtë të informata të i dhonë Dexhalli. Pastaj, thot, kam ju kallzu, thot, ku sham une, për veti une, thot. Në realitet, harova të them, thot, a ka dalë, thot, ai që thot jam pejgamber, atje në Medinë, dhe më thënë atë qytetin mes ati shkëmbive. Po është që është me palma, qytetin e palmave, Medinës i kanë. Thot, po, ka dalë. Ama ki krishter, të mim darja atërë se konë musliman. A thot, pas ka dalë ai. Po, atëherë thot që të regoj, thot, ku sham une. Thot, unë jam Mesih. Ai Mesih, dhe më thënë, pa atësiri. Edhe unë veç jam të prit momentin kur të mi pëtizën edhe me dalë piktujt. E me shkue, më thonë atje, po krejt botën me hecë. Apo? Edhe thot, ta përshkoj botën krejt, më thonë, ka me shku çdo vend, edhe s'ka me lonë vend, thot pashkel. Edhe të gjithë këto për 40 ditë. Për pos Mekën edhe Medinë. Krejt vendet ka me shku, në brenda 40 ditëve, ka me hecë për pos Mekës edhe Medinës, se Allahu mi ka ndalu, thot, këto dy qytete mi ka ndalu Allah. S'muj me deportunën. Sa herë që du me hi, thot, tentoj me hi ati, dalin, thot, me lek për para, me shpata, ndorë, edhe ndalojnë me hi në ato dy vende. Mirë po, këtu në këtë hadith janë përmend 40 ditë. Mirë po, në çka përmendet në hadith tjetër, e tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë 40 ditëshin, se kur i ja ka tërhek vërejqen për Dexhallit, thot, ka me qëndru të ju 40 ditë. E thot, dita e parë është sa një vit. Dita e parë ka me zgjatë sa një vit. Lind dielli në mëngjes, kur perëndoje pas një vjeti, pas 365 ditëve me kohë. Një vjet ka me zgjatë. Dita e ditë ka sa një muaj. Dita e tretë sa një javë, edhe e katërta deri në fund, ai 40 ditë do të jetë si ditë tjera. Sahabët janë habit edhe ka me thonë, a kena me mujt na 5 namaze për që ketë një vjet, një ditë, një vjet, a vesh 5 namaze mi falë, çka do të bëjmë me namazet? Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë se ju keni mi përsaktu kohët. Keni mi përsaktu kohët. Si mi përsaktu kohët? E dini sa prej namaz sa kohë ka. Këtë ku e gjejmë sot në zbatim këtë? Sot. Ha? Dhe më thonë, atje Skotland. Ha, ka 6 muaj, dhe më thonë, është natë, 6 muaj është ditë. Ata si më falë, si më agjeru? Me një sajtë që për më falë. Po më agjeru? Mas 6 muajve iftar me ba. Jo. Caktohet koha, për afërsisht. Apo? Edhe sot e kanë kollaj ato se e marrin ose kohën e Mekës ose kohën në shtetin e fqi. Që e kanë më afër që është normal. Mirë po shiko ki hadithi sa po të ndihmon me marrë mësim se na kemi mësu. Akshami kur hin? Ku akshamit? Kur të perëndoje dielli. E po ti atje me prit me perëndo dielli s'perëndon. Ha? Do të çka? E cakton ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
që e merr një caktim edhe me çat shkon. Jo me prit me përndu dielli. Një vjet, domethënë një ditë, një vjet. Shkoni pra sahabët, gjëja e parë që kanë pyet, kur është bërë kjo e jashtëzakonshme, për namazin kanë pyet. Se si ta falin namazin. Po ashtu, domethënë në fund neve nuk na jet përpos se të dimë se si më mbrojt prej këtij dëxhallit. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allah subhanahu wa taala ka dërguar këtë pejgamber dhe na ka treguar këtë gjanat për çka në shkak për me hyrë në xhenet. Krejt na ka kallëzu. Kur gjons na ka lënë pa na tregu. Ama edhe këtë gjanat çka çojnë në xhenem na ka kallëzu. S'ka lënë gjan pa tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe po ashtu na ka treguar edhe bashkë pikë këtij dëxhallit që e pas ka sprovën të madhe si më mbrojt. E para në përgjithësi është ta mësojmë këtë fe. Shikoni me një mezhlis e morëm me vesh se kush është dëxhalli. Që kështu i shëmtum që si rast mund të më kanë zot diçka. Ose Zoti jon është Samed, s'ka nevojë për kur gjë. Ai thirr shejtana ose diçka, do thonë që të realizon diçka. Allah subhanahu wa taala nuk ka nevojë për askënd. Do të mësojmë kush është Zoti jon, mësojmë fejen tonë, mësojmë, do thonë kush është pejgamberi jon, çka na ka urdhëruar ai, edhe në përgjithësi këto të bëjnë që ti të kesh imunitet, të jesh i mbrojtur, të kesh një mburoj kundra fitneve të këtij dëxhallit apo siki që janë. Po ashtu prej mbrojtjeve tjera, do thonë që të gjithë ju i dini, në namaz, kur falim namaz në fund, pasi lexojmë salavatet, ka do dua i keni në të mburoja muslimanit, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar neve që të kërkojmë mbrojtje të Allahut për disa sprovave. Ato sprova janë, do të thonë prej gjallëve, të vdekurve, përmendet edhe xhenemit apo edhe fitnes të xhallit. Namaz çdo namaz këtë dua më thon. I keni do të thonë disa janë 3-4 dua që flasin, më thonë që se si të kërkosh mbrojtje te Allah prej sprovave të xhallit. Kjo për namaz do të thonë. Pastaj që kemi përmend shpesh herë për më mbrojtje prej dëxhallit, është më mësuar 10 ajetet e para të suratul Kahf. A kemi mësuar këta? Nëse nuk kemi mësuar, duhet të mësojmë vëllazër. Na për shembull kur na duhet leje për kerr, shkojmë, i bëjmë testet, të dalmi, i bëjmë ort për ta marrë një leje, pse na duhet një nevojë. Nevoja më e madhe se të ndruhesh prej fitneve të xhallit apo si ai që janë, si ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të ketë 30 derisa dalë ai i madhi. Është shumë më prioritare. Edhe kisha këshillu prej vetes edhe krejt që mos vjen java e ardhshme pa i mësuar ato 10 ajetet e para të suratul Kahf. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot men edraka minkum falyaqra alayhi fawati suratul Kahf. Kush e takon dëxhallin, ndodh që të takon dëxhallin, le të lexon ajetet e para të suratul Kahf, apo në hadith tjetër ka men hafidha 10 ayatin min awwal suratul Kahf usima min ad-dajjal, kush i mëson 10 ajetet e para të suratul Kahf është mbrojtur veç nga dëxhalli. Edhe për këtë shkak e shohim një urtësi të madhe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka porosit neve çdo xhumë me lezu suratul Kahf, të tërën suratul Kahf. Edi veç të lezu, veç kështu të e bë këtë rutinë, i mëson çato 10 ajetet e para. Në xhumë veç me nejt hazër, se ka do sevap e tjera apo do dhumti tjera që mirën në suratul Kahf në ditën e xhumë, megjithatë njëkohësisht i mëson që të jesh i mbrojtur nga dëxhalli. Po është edhe që e cekëm pak më parë, se për të qenë i mbrojtur prej dëxhallit është edhe ajo porosia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që nëse ndëgjon se ka dalë, çka do të më bëj? Do të më hik. E jo më bë trim, shkosh të ballafaqohesh me sprovat e atij. Pra lutim Allahun subhanahu wa taala që neve së parit na bën besimtar të mirë, të sinqert, që ecin rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, na i përforcon këmbët në këtë fe, na bashkon në hak edhe natë që është razi Allahu subhanahu wa taala, edhe në ditën e kiametit inshallah neve të gjithëve së bashku siç na ka të bëu Allahu këtu, na ringjall në xhennet, në xhennetul firdaus. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.